E madhe që po ndodh sot në Shqipëri është që shumë dentistë kanë filluar me të bëjnë fillera. Është një temë pak e veçantë kjo gjë. Sigurisht mund të themi që dentistët njohin anatominë dhe për sa i përket zonës anatomike të buzëve, sigurisht dentisti deri diku për arsye më mjekësore mundet të injektoj acid hialuronik. A është sigurt që një dentist të bëj filler? A është sigurt një kirurg plastik të heqë dhëmbin? Pra, nëse dikush do vinë në klinikën time dhe do më kërkoj mua t'i heq dhëmbin dhe t'i denervoj dhëmbin, do kishit besim juve apo dikush tjetër që unë di ta bëj këtë gjë? Kjo është përgjegjësi personale apo profesionale? Të dyja mund të themi, do me thënë se cili prej nesh nuk duhet të ndodhi ajo që venim jashtetit më përpara dhe për të punuar thoshim e bën ti këtë gjë, e bëj. Kjo që ka ndodhur në Shqipëri, sigurisht është që shumë profesionistë janë futur dhe tematikave që nuk i përkasin. Unë jam kirurg estetik, sigurisht merrem me pjesën rindërtuese të fytyrës apo dhe të gjirit ton. Nëse do heqim një masë tumorale, kirurg plastik merret me heqjen e masave tumorale të fytyrës. Mos harrojmë një gjë që në Shqipëri neve jemi, mund të themi, masa tumorale të lëkurës janë tumoret e para që mund të kemi në popullsinë shqiptare në disa të dhëna të fundit që neve kemi. Këto i bën kirurg plastik, po unë nuk di të bëj punë në varësi jam mjek, nuk mundem të them që mund të bëj një vizitë kardiologjike, ginekologjike apo gastropatologjike. Do vete te specialisti përkatës. Të gjithë jemi mjek, por kemi bërë një specializim të tira 6 vjeçare. Në këtë moment përgjegjësia është që secili duhet të bëj atë që ka studiuar dhe që di të bëj.